edhe shumica e veturave që vinë prej Evropës vinë të aksidentume. Një pjesë e tyre nuk kanë aksidente serioze riparon, po ki edhe prej veturave që kanë aksidente ekstrem të mëdha, edhe dalin treg në Kosovë dhe shiten për vetura pa aksidentume. Benefiti kryesor është çmimi. Arsyeja pse na ekzistojnë sot është në një çmimi për shkak se ti veturën e njëjtë merr ma lirë në Kore. Në dy vetura nuk është e njëjtë në kuptimin e plotë të fjalës për shkak se atje merr ma shumë opsione për të njëjtat fare. Krahasum veturë me veturë, për shembull, në Kore nuk ekziston Golf 7 2.0 dizel që nuk e ka panoramën. Do sot shumica e Golfave që i në rrugë të na janë pa panoramë. Dorso në Kore nuk mundesh me gjetë një të vetëm. Tash përveç që kemi paguti më pak në kuptimin e çmimit, kemi marr më tepër si kerr për të njëjtën çmim. Që ki dy mënyra që po përfiton edhe që të shtyn me ble veturën në Kore. Arsyeja tjetër është që sallonet në Kosovë nuk i sjellin veturat kualitative. Na shkojnë çdo 2 javë, 3 javë nëpër terminale doganore për dorëzim vetura që vijnë prej Koresë, edhe shumica e veturave që vijnë prej Evropës vinë të aksidentume. Një pjesë e tyre nuk kanë aksidente serioze riparon, po ki edhe prej veturave që kanë aksidente ekstrem të mëdha, edhe dalin treg në Kosovë dhe shiten për vetura pa aksidentume. Ndërsa në Kore ki mirë që të paktën çdo riparim që shkon përmes kompanive të sigurimet e sheh, edhe e dim paraprakisht ku jetu hija dhe çka jetu dash me ble. Do thot pak me hulumtu, është ekstrem mas sigurt me ble veturën në Kore, sesa që është kudo në Evropë. Nëse dikush don me ble veturën në Evropë, më shumë ju rekomandoj me shku vetë me marr në Evropë edhe me ditë çka po blen, sesa me ble prej kompanive që i bin në Kosovë për rishitje, sepse dihet edhe e dinë shumica e njerëzve se çka sjellin Kosovë ato.